në një mënyrë ose në tjetër. Por, a i bën dhe gjë tjetër. Lidhet shumë fort në bazë diregu të anijes, jo se s'ka besim tek vetja, por sepse ai nuk e negocion destinacionin. Dhe atë që vetja në një dekik të vetme mund t'ja bëj duke e hedhur në ujë pas sirenave, ai e ndalon me litarët që lidh veten tek diregu. Sepse ai e di që çdo gjë mund ndodh, por qëllimi është çka e ka çuar deri aty dhe çka e çon deri në fund. Dhe unë mendoj që kjo e Odiseut është metafora më e zakonshme e leadershipit dhe e qeverisjes. Një qeveri nuk ka drejt mbyll veshët. Përkundrazi, një qeveri duhet dëgjoj. Një qeveri duhet ta dëgjoj dhe patjetër një grup parlamentar, flas për një grup qeverisës, duhet ta dëgjoj edhe gjithçka që thuhet në atë sheshin e xhirimeve për algoritmin. Dhe nga diskutimet e para është shumë e qartë që janë dëgjuar. Duhet dëgjoj kritikën, edhe zemërimin. Nuk është e mundur që një qeveri ta skualifikoj duke ja hedhur të gjithë fajin algoritmit. Nuk është ky rasti. Por ka një gjë që një qeveri nuk mund ta bëj kurrë nëse është aty me një destinacion. Një qeveri nuk e dorëzon kurrë timonin tek zhurma. Një grup udhëheqës nuk i jepet zhurmës. Dhe sa më shumë zhurma zmadhohet, aq më shumë një grup udhëheqës forcon identitetin e vet duke bashkuar të gjithë në emër të destinacionit. Nuk ndërtohet një shtet si ai që ne po ndërtojmë dhe nuk çohet deri në fund një mision historik si ky që na ra ne ta mbartim për ta bërë Shqipërinë vend antar të Bashkimit Evropian. Duke i dhënë Shqipërisë momentin e dytë më të madh historik mbas lidhjes Prizrenit, nëse qeveria e tij, grupi i udhëheqës, merr drejtim nga frynera dhe sugjestionohet nga zhurmat, sugjestionohet nga errat, sugjestionohet nga sirenat, sugjestionohet nga dallgët, me çdo çmim. Një grup udhëheqës që ka mision shkon deri në fund, kundër të gjitha llojeve të parashikimeve dhe jo më pastaj kur parashikimet i ka me vete si në rastin tonë. Unë jam shumë aktiv në rrjetet sociale. E kam ndarë me ju disa herë, ndaj dhe me ata që janë më aktiv këtu, që nëse një nga gjërat që unë pres me shumë dëshirë të më vi kur unë të mos jem më në këtë detyrë është që të mos kem më nevojë t'i trokas algoritmit. Por aba, unë nuk besoj kurrë që aty tek pasqyra e Facebookut, e Instagramit dhe tek komente, unë i marr. Mi sjellin, i marr, i lexoj, mundohem të kuptoj, po kurrë nuk besoj që unë mund të drejtohem prej zhurmës, prej erës dhe prej dallgëve që mund ngrihen aty. Më kanë sugjeruar më të urtët në kuptimin e mençurisë se unë pse lëri mos fol. Ri
dëgjohet se atje si atje